Përshëndetje, në këtë episod të Olimpia Podcast kemi të ftuar dy binjak shumë simpatik edhe shumë të dashur për mua, që janë, doni të prezantoni vetë apo t'ju prezantoj unë? Me prezento. Mirë, Luisi dhe Liami. Po. Do të më thoni diçka ju më shumë? Kush është Luisi, kush është Liami? Ju angatrojnë ndonjëherë emrat juve? Jo, gjithë na ngatrojnë. Seriozisht? Po. Si ja bëni? Neve ja bëjmë ne ndajemi dhe akoma na ngatrojnë. Se kemi emrin të shkruar te xhepi përpashës edhe ato akoma nuk na e gjejnë dot se ne mbunjojmë me dorë duke bërë muhabet. Tani, unë di që t'ju dalloj, unë e di se kush është Liami dhe kush është Luisi, por dikush që ju shikon për herë të parë, si do ju dallojnë ata, se kush është njëri dhe kush është tjetri? Si mund t'ju dallojnë? Nuk e di. Asun. Po mos ndoshta keni ndonjë gjë në fytyrë, ndonjë tipar të vogël dallues? Jo, neve dukemi njësoj, prandaj na ngatrojnë. Po Liami ka një shantë të syri, Majton ne kam një shantë të syri djathtë. E kuptova, po ma tregon. Dhe unë kam një dhëmë të rëndë. Tani e kuptova. Domethënë, ai që është me një shantë vetulla e djathtë është Luisi. Dhe ai është Liami, more. Po si, ju e ngatruat vetë më duket emrin tuaj tani. Pra Liami dhe Luisi. Pra, ai që ka nishanin në vetullën e djathtë, e kemi pak a shumë njësoj nishanin, por nëse tjetër, ai është Liami. Po, Liami. Luisi, kështu që të gjithë ata që do ju shohin, edhe duan që t'ju flasin në rrugë, pasi ta shohin këtë podcastin, kështu do ju dallojnë. Po, gjithë na ngatrojnë akoma, se neve dukemi njësoj. Po, është e vërtet se jeni binjak identik. Tani unë kam dëshirë që të prezantoni pak më shumë veten. Çfarë keni dëshirë që të thoni për veten? Domethënë çfarë doni ju që njerëzit të dinë për ju? Sa vjeç jeni, çfarë ju pëlqen të bëni? Por do flasëm anglisht. Po flasim një shqip mendoj në fillim, pastaj anglisht. Okay. Do më prezantoni pak, do më tregoni pak më shumë për veten. Po, më fillo, dëshiron të është Liam? We skipped breakfast too. You skipped breakfast too? Who else skipped breakfast? Even Dad didn't eat breakfast. Oh, but that's not good, you know, We right? we ate something Mirë, at the car. Yeah, I know. We ate something sweet. Mirë, përpara se ne të kalojmë tek mëngjesi, se çfarë keni ngrënë ose jo, unë do doja që ju të tregoni pak më shumë për veten tuaj, emrin, moshën, shkoni në kopësht ose jo, për familjen, do më tregoni pak. Po. Se edhe unë dua t'ju njoh më shumë, por edhe ata që do ta shohin edhe do ta dëgjojnë këtë podcastin, duan t'ju njohin se kanë shumë kuriozitet për ju. Do më tregoni pak. Sa vjeç jeni? A keni të njëjtën moshë? Po, të njëjtën moshë, 6 vjet. Se neve kemi ditëlindjen të njëjtën kohë. Kur e keni ditëlindjen? Në 29 gusht. A shkoni në kopësht? Po. Neve jemi në park shkollor, jo në kopë. Liami është 3 minuta më i madh se mua dhe unë jam 2 centimetra më i gjatë se Liami. Po e pas keni një lloj diferencë kështu të vogël që njerëzit edhe mund t'ju dallojnë kur ju shohin, po me peshën si jeni? Unë jam më i rëndë se Liami, jam 21 kg. Unë jam 19 kg. Po qënë ka dhe kjo një ndryshim, qënë ka dhe kjo një ndryshim i vogël, me thënë të drejtën. Jo shumë i dukshëm, por qënë ka diçka. Tani ju më thatë që shkonë në kopësh në parashkollor. Po. Dhe pse se keni mësuar shumë vjersha, këngë, edhe për festa, edhe në përditshmëri për qejf, apo jo? A ka ndonjë gjë, ndonjë vjersh, më falni, që ju keni dëshirë që ta thonit, ma thoni mua tani? Okej. Neve kemi të preferuar. Keni të njëjtën të preferuar, që të dy? Kë ke të preferuar ti? Vjesh të është piktore? Jo. Ka? Erdhi pra vjeshta? Po. Do më thoni një nga vjershat që po më thonit përpara se ne ta nisnim podcastin? Okej. Paha. Erdhi pra vjeshta.
erdhi përsëri, rushi në përvreshta, duket si fnjori, ne jemi në garë, pa punë sëri askush, disa korrin misër, disa vjenin rush, vjeshta ne për herë, na sjell begati, rushe pen të tjera, për ne o fëmi. Faleminderit, ishte fantastike. A ka ndonjë vjersh që ka qenë e vështirë për ta mësuar dhe ju e keni mësuar dhe tani e thoni me shumë qef? Vjeshta Një tjetër përveç erdhi për vjeshta. Një tjetër, meqense e tham një tjetër. Neve kemi mësuar ato direkt. Me që me të parën, ë? Po. Po mirë, do më thoni një tjetër që ju pëlqen shumë, dua edhe një tjetër. Se më shijoj Vjeshta shumë gjë. shpiktore, motra kështu tha, ngjyrat ju mbaruan, veç të verdhën ka, ngjyrat ju mbaruan, qielli u bë gri, po të zemërohet vjeshta, na sjell erë dhe shi, po mbulon vjeshta gjithçka në të verdh, po në shpirtin tim mbetet veç pranverë. Jeni shumë të mrekullueshëm. Po kam një kuriozitet, si e bëni ju që zëri juaj është në të njëjtën kohë? Sepse fillojnë në të njëjtën kohë. S'ma kishte shkuar mendja, është e vërtet në fakt. Po e thatë shumë bukur. A doni që të thoni edhe një të fundit apo mund të vazhdojmë me diçka Dam tjetër? një të fundit. Edhe një të fundit, po, do të më thoni një që ishte pak më shkurtër? Okej, kjo shtëpi e bubit ka vetëm një kat. Kjo shtëpi e bubit ka vetëm një kat. Kur të rritë munë, do ta bëj pallat. Kur të rritë munë, do ta bëj pallat. Çake çuk me çekiç, nartësohet muri, shlape shlup me mistri, suvatohet muri. Çake çuk me çekiç, nartësohet muri, shlape shlup me mistri, suvatohet muri. Faleminderit shumë. Tani, faleminderit shumë, u kënaqa, me thënë të drejtën, i shijova shumë që të treja vjershat që ju thatë. Kam një pyetje tjetër. Kur ju zgjoheni në mëngjes, dua të di pak rutinën tuaj të mëngjesit. Si është rutina juaj e mëngjesit? Hajnë biskota me qumësht ose buk me çoko krem, po nuk ishte mami. Aha. Se po të ishte mami, do na bështe krepa për mëngjes ose peto ose pankeka. E hani që të dy të njëjtën gjë. Po, janë të treja, edhe pankeka, edhe petullat edhe krepa. Kënaqeni domethënë. Po më shumë ditë bën krepa. Po ju jeni energjik që në mëngjes dhe pastaj gjithë ditën vazhdoni ashtu. Kështu është? Jo. Ha si është, na trego pak. Kur mbaron mëngjesin, hajmë drekën. Shikoj një qitë televizor dhe kur vjen dreka, neve e shikojmë televizorin ndryshe. Unë e mite një karikeshë përballë televizorit dhe ham buk duke shiku televizor. Po ti e di që kjo nuk është një zgjidhje shumë e mirë, apo jo? Sepse kur ha ushqimin nuk është se duhet të jesh para televizorit ose para ekranit. Mbaron ushqimin dhe pastaj shkon te ekrani. Pastaj ndajmë duar dhe shikojmë një çik televizor, edhe pastaj luajm me një kupon me notrat që kemi, dhe pastaj e kuptova. Tani kam një pyetje tjetër. Kush nga ju flet më shumë? Kush nga ju të dy flet më shumë? Luisi. Pse? Çfarë thot? Çfarë thot? Për çfarë gjërash flet? Për çfarë gjërash të pëlqen të flasësh ti? Jam zakonisht shumë më i zgjuar se mua. Si e mat ti këtë? Çfarë të bën ti të mendosh se Liami është më i zgjuar se ty? Se ai di më shumë zime se mua. Nga shumëzimet që ti. Po ndonjë gjë tjetër?
Ka ndonjë gjë tjetër që ty të mendosh se vllai jot Liami është më i zgjuar? Liam, çfarë mendon ti? Sepse unë ngatrova një qik sa bën të 26. Bëj 100 të. Po 100. Tani, çfarë pyetja ime tjetër është se çfarë ju ka bërë juve kaq të zgjuar? Domethënë çfarë keni dëgjuar? Nuk kemi mësuar, po i kemi bërë vetë. I kemi matur sa bëjnë. Po i kemi matur sa bëjnë. Si keni mësuar vetë? Me mendje. Me mendje. Domethënë ju keni një mendje shumë të zgjuar, po e keni vetë, se kështu keni lindur. Po neve kemi mendje të zgjuar. E kuptoj. Dhe neve ishim më të zgjuarit të klasës. Shiko. Te Peter Pani te kopsh. Po ishim më të zgjuarit. Po. Më të mençurit. E kuptova. Po meqense po flasim për zgjuarsinë, a dini të më thoni se kujt i keni ngjarë më shumë mamit apo babit? Vllajt. Vllajt. Ngjarë më shkuar mendja vllajt. Po vllai kujt i ka ngjarë, mamit apo babit? Babit. Se babi është tullat. Nuk ka flokë. Po vllai është tullat? Jo. Po si i ka ngjarë vllai? Është dembel. Po mirë. Është i zgjuar gjithsesi, edhe pse mund të jetë dembel. Ai nuk i ju thoni? Po ai nuk, po neve i ndihmoj mamin dhe vllai thjesht shikonte në fund. E kuptova. Mirë, kur ju thoni që i keni ngjarë babit, keni ngjarë nga pamja apo nga zgjuarësia? Nga zgjuarësia. Aha, po mamit nga çfarë keni ngjarë? Se është sa e Zoti është. Është e zonja mami? Po. Në fakt po, shumë e zonja dhe shumë punëtore. Ka shumë punë. Edhe ne ndihmoj mamin. Dhe bëni një gjë shumë të mirë, sepse fëmijët duhet ta ndihmojnë mamin. Kurse vllai joni më thjesht shikonte në fund nuk e ndihmon fare. Edhe kur na thot mami të rregullojmë dhomën, ai akoma me te një fond nuk na ndihmon. Mami i thot të merr fshesën e korrendit edhe na ndihmoj akoma edhe ai akoma rrim në te një fond. Po vllai jon vetëm një herë në ditë na ndihmon. Ma vjen shumë keq. Ja, mbase kur ta dëgjoj këtë intervistën vllai, mbase do vjet në seder edhe do ndryshoj diçka te sjellja e vet, se do e kuptoj që nuk është gjë e duhur për të bërë. Nëse ju të dy do ishit superheron, çfarë fuqish do kishit? Ndoja të fluturoja, që të nxjerrja korrent. Wow! Doja superfuqi e pa dëgjuar ndonjëherë. Unë doja që të zhdukeshja. Ti ishe i padukshëm? Po. Edhe çfarë do bëja? Të zhdukeshja. Të isha këtu, të zhdukeshja te vendi tjetër. Aha, dhe pastaj duke u zhdukur gjithkohë çfarë do bëje? Çfarë do fitoje? Ose çfarë do arrije? Do kap shia hajduta. Po. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt, është një mënyrë shumë e zgjuar për ta menduar se çfarë do bësh me superfuqitë tënde. Kur të vrapojnë ato, unë të zhdukem dhe ti kap. Dhe i del përpara direkt. Po. Imagjinoni ju se sa shumë do ta shpëtonit shtetin tuaj me këtë superfuqi, se sa punë do t'i bënit. Fantastike, ja pak. Se unë do je punoja hajdutave. E kuptoj tani, e kam shumë të qartë që do e arrije këtë gjë, se me këto kur të ikin ato me makinë, unë do zhdukesh që atë makina e atyre fe. Dhe do shfaqesh aty brenda në makinë. Si shadow. Wow, si shadow. Po ti çfarë do bëjmë me superfuqinë tënde? Unë do fluturoj aty lart për të kapur helikopterin e hajdutëve. Se do ikin me helikopter ata? Po. Mbase do ikin me helikopter ose me makinë. Shikon ti. Jam pa fjalë. Mirë, tani, duke qenë se ju jeni binjak identik, ka shumë gjëra që ju i bëni në të njëjtën kohë, edhe njerëzit mbesin pa fjalë shumë shpesh, se çuditën se si i bëni ju në të njëjtën kohë. Po kur ju doni të thoni diçka që e merrni vesh vetëm ju të dy, a keni një gjuhë sekrete që ju të dy flisni dhe nuk ju a merr vesh njëri? Jo, nuk kemi gjuhë sekrete. A ke ti gjuhë sekrete? Unë gjuhë sekrete, unë nuk kam një motër binjake identike, dhe nuk kam asnjë gjuhë sekrete, do më thonë unë kam atë gjuhë që e kuptoni edhe ju, shqip ose anglisht, me këto dy gjuhë komunikoj. Jo. Kështu që jo, nuk kam. Po... gracia. Tani, gracia? Po kur të rriteni. Gracia?
Po, gracias. Tani, unë dua të di në fakt. Keni menduar ndonjëherë se çfarë doni të bëni kur të rriteni? Po. Do jemi tregtar. Tregtar, shiko. Çfarë do shisni? Ushqime. Ushqime, do shesim ëmbëlsira, fruta. Po ku do t'i merrni këto ëmbëlsirat edhe frutat? Do i prodhoni vetë apo do i blini? Ma tregoni një çik si keni në mendjen tuaj këtë modelin tuaj të biznesi, domethënë si do funksionoj? Si keni I bën fabrika ato gjëra. Aha, edhe ju vetëm do i shisni. Po. Aha. Do shesim ëmbëlsira, fruta dhe mish. Këto të treja. Do ta kemi me 2 kate. Me 2 kate, ku do jetë? Si di, nuk e di. Se keni menduar këta. Jo. Po pastaj me paratë që do fitoni nga ky biznes i madh që do bëni. Çfarë do bëni me këto para? Do bëjmë ushqime. Për kë? Për familjen. Edhe babët e punojnë që të fitojnë lekë. E çfarë bëjnë me ato lekë pastaj? Bëjnë ushqime. Po tjetër. Na ushqim ton. Ju ushqejnë ju. Po. Dhe paguajnë edhe për shkollimin tuaj, apo jo? Po ju çfarë do bëni me paratë tuaja përveç se do blini ushqimet? Po për një sa shumë një kemi para ne. Vërtet. Kemi shumë. Para shkollori jonë për një fëmijë është 4.000 lekë. Për binjak është 8.000 lekë. Aha, që imagjino sa fëmijë kanë ata dhe sa lekë bëjnë. Po çfarë bëjnë? E di sa shumë fëmijë ka te kënjasa jonë? 33. Aha, dhe sa lekë bie? Nuk e di. 100.000 lekë. Aha, e çfarë bëjnë me 100.000 lekë? I argjojnë kot. Pse mendon se i argjojnë kot? E di sa shumë lekë të ruajtura kemi ne? Më shumë sa 18.000 lekë. Wow, ku i keni ruajtur? I kemi mbledhur. Aha, e çfarë do bëni me këto lekë? 200.000 lekë. Ti ke 200, ti ke 18.000. Jo, i kemi të dy. I keni bashkë. Po i kemi mbledhur të dy. I keni mbledhur që ti keni të ruajtura për të hapur biznesin kur të rriteni, apo jo? Po, për vit i ri. Domethënë këto janë vetëm kursimet tuaja, jo të familjes. Po. Ai kuptova. Mirë, se duhet ketë secili atë portofolin e vet. Ço janë ne këto vërteta, ço janë kusure. Po, dhe kusurit lekë të vërteta janë. Në fillim disa lekë kisha mbledhur unë dhe ishin lekët e mia. Po, e kuptoj. Po mirë, unë dua. Se edhe pastaj më kërkoi njëmi dhe unë i thash ti kemi të dy dhe ai tha okay. Unë jam shumë kurioze që të di se cila është gjëja më e bukur e të qenit binjak sipas jush. Si e shihoni? Unë jam vlla më i mirë se Luisi. Pse, more? Sepse ai nuk i ndan gjërat me mua. Aha. Dhe ti i ndan? Po. Luisi, është e vërtetë që ti nuk i ndan? Po. Përse? Ja një minutë, pastaj ja kërkoj prapë. Po pse vepron kështu? Po janë gjërat e mia. Po gjërat e tia nuk i përkasin atij dhe ai prapë ndan me ty? Po kjo gjithsesi është një gjë shumë e bukur e të qenit binjak, domethënë që njëri ndan, tjetri nuk ndan dhe ju prapë se prapë rregulloheni me njëri tjetrin, apo jo? Pastaj pajtohemi dhe janë ndan gjërat. Po mirë, a keni ju ndonjë sekret që nuk ja thoni askujt që e mendoni gjithkohës, ose keni me njëri tjetrin domethënë, por ju nuk ja thoni askujt përveç prindërve tuaj? Nuk kemi. Po nëse do kishit, dini ju t'i mbani sekretet? Po. Pra ju mund të keni, por po e mbani sekret sepse ju dini t'i mbani sekretet. Po. Shiko. Tani. Ndodh që ju losni me njëri tjetrin, shumë herë kaloni shumë bukur, shumë mirë. Por ndonjëherë njëri mërzitet. Çfarë bën tjetri? Luisi më mërzit më shumë. Vërtet. Po. Po mirë, nëse ju mërziteni me shok të tjerë për shembull, kur ju mërziteni, njëri mërzitet me shok të tjerë. Ta zëm Luisi u mërzit me një shok. Si e ndihmon ti vllajin? Si e bën ti të jetë më i lumtur? Ai sunet një. I rreth. Jo. Por e pa e ka shpeci të madhe. Seriozisht? Po. Aha, po si e ndihmon ti pastaj vllajin që të ndihet më i lumtur, të jetë, domethënë ta kaloj atë mërzin se është mërzim me shok. Kur më sunet kur më vjen një fëmijë që më puth, unë rraf atë. Jo. E rrëzoj për tokë.
Po pse more sa e vjen që të japi dashuri? Ai na puth çdo ditë me bështym. Neve nuk duam, ai akoma vazhdon. E kuptoj. Po mirë, ju mund të thjesht ja thoni. Unë i thuaj, pastaj na thua në ke shok, unë i thuaj po edhe bëj kot sikur e kam shok. Pse? Po nuk e kam shok. Pse nuk e ke shok? Po ai na puth me bështym. Po nëse ju puth do thotë që ka dashuri për ju, pra ju ka shok, të ka shok, prandaj të puth, sepse puthja është një gest që tregon dashuri. Po na puth me bështym. Ai i na pin buzët, pastaj na puth dhe mbas puthjes na thonë a na ke shoka. Po, se ai nuk na puth na bëj shok. E kuptoj. Jo, unë mendoj se në fakt kushdo që ju puth ose ju përqafon, tregon dashuri, shfaq dashuri. Jo, ai nuk na puth na bëj shok. Më vjen keq. Nuk e di, domethënë, më duket pak e çuditshme, por gjithsesi. Mendoni se doni që ta kaloni këtë intervistë në anglisht tani pak nga fundi për ta mbyllur? Po. Okay, so do you want to switch this into English? Yes. But I'm curious to know, how did you learn English? Where did you learn English? You're really young to be bilingual. At least here, because we only speak Albanian in Albania. So, how did you learn English? By ourselves. Look at you. We have a smart brain. Okay. How about you, Lucy? I have a smart brain too. Okay, at this point, I'd actually like you to ask a question to each other. So, Lucy, do you have a question for your brother? Yes. Go ahead. She always takes things from me. When I have the phone, I let him play with me. But if he has the phone, she don't let me to play with him. Because he watches too much phone. Yeah, and that's actually bad. But do you have like a question for your brother? You want to ask him something? I play a lot of games. Yeah, that's not very good actually. And but my brother didn't let me. Okay. Well, one last thing. Do you have a question for me? Can you think of a question you want to ask me in Albanian or in English? It's fine. Okay. What is Albania? No, I mean the question in Albanian. You can ask the question in Albanian or in English, whatever you like. What is Albania? What? What is the Albania? Albania Yes. is the country, Shqipëria, our country. Okay. Do you have a question for me? Yes. Por atë librin ashtu nuk do ta bësh o shpirt sepse na bën zhurmë te kufjet. Okay. Okay, thank you. Thjesht lër aty në tavolinë siç ishte, se është shumë bukur. Tani do doja të dija nëse keni ndonjë pyetje për mua, dëshironi të më bëni ndonjë pyetje? Po. Po. Në çfarë ore fle? Zakonisht fle në orën 11 ose 12 të natës. Ne flim në orën 2. 2 të natës, 2 të mëngjesit. Jo, ne flim ose në orën 11. Ose në orën 12 ose në orën 1 të natës. Po këtë besojnë tani, ty apo ty? Zakonisht ne flim në orën 12. E kuptova. Keni ndonjë pyetje tjetër që doni që të më bëni? Po. Në çfarë ore zgjoj? Zakonisht zgjojmë në orën 7 të mëngjesit. Në orën 7 mëngjesit? Ne kur jemi të shtëpia, tezja na zgjon në orën 8. Kur jemi të shtëpia, i nënës na zgjon babi në orën 7:30. Po që në ka më mirë kur jeni të tezja, më duket. Po. Se te tezja e kemi më afër. Ej, kur jemi me mamin, ne zgjojmë në orën 7. Në orën 7 pançerek. Tani, Se mami jonë zgjoj në orën 6:30, ndërsa babi zgjoj në orën 7 pançerek. babi që në ka pak më gjumash, më duket. Po, pak më gjumash. E kuptova. Tani për ta përmbyllur këtë podcast, që me thënë të drejtën, e kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Se mami jonë e bën me alarm. Tani doja që të dija një gjë të fundit. Kur ju ta shikoni këtë podcast, këtë video, kur të jeni rritur,
Dhe do donit që t'i thonit një mesazh vetes tuaj, që kur të rriteni të kënaqeni ose të ndjeni krenar ose thjesht ta keni një kujtim shumë të bukur. Çfarë do t'i thonit vetes tuaj? Mbas shumë vitesh, ta zëmë nëse ju do ta shikoni këtë mbas 20 vitesh. Nuk e di. Mbas 20 vitesh do jemi 20 vjeç. Unë mendoj se ju do jeni 26 vjeç mbas 20 vitesh. A keni një mesazh që ju doni që t'ju jepni për shembull fëmijëve, moshatarëve tuaj ose prindërve, një gjë që ata duhet ta dinë, ju mendoni se ata duhet ta dinë patjetër, është shumë e rëndësishme që ta dinë. Po. Atje te kopshti ku ishim më përpara, ne ishim më të mençurit atje. E kuptova. Edhe ishin 4. Ne bëshim pyetje më shumë nga gjithë. Ky është mesazhi që doni që t'ju jepni? Neve i bënim pyetje saktë. Po mirë, unë insistoj... Edhe ishin, jo vetëm 2, po 4. E kuptova. Edhe djari, edhe Niami. Dy Niama jemi. Por unë prap këm ngul që ju të më jepni një mesazh që kur e dëgjojnë prindrit, për shembull, të mbeten pa fjalë, që të thonë, wow, këta fëmijë kaq të vegjël, binjak, 6 vjeç. Ku e gjetën këtë mesazh kaq të bukur që na e dhanë dhe të mendojnë dhe të ndryshojnë diçka për mirë në jetën e tyre. Çfarë mesazhi do t'ju jepnit? Për shembull, mund t'ju thonit, po mendoj unë fëmijëve që nuk duhet të përdorin telefona, ose mund t'ju thoni prindërve që duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët. Çfarë gjëje ju shkon juve në mendje që doni t'ju thoni njerëzve që ju dëgjojnë dhe ju shikojnë? Unë do i thuaj që të harxojnë më shumë kohë të rrinë me prindrit se sa të njohë me shokët. Më pëlqen shumë mesazhi jot. Po ti Liam, çfarë do thoje? Që të nozja më shumë me Luisin se sa me shokët. E kuptova, po një mesazh që ti ju a thua njerëzve që ty të shohin edhe të dëgjojnë por nuk të njohin. Çfarë do doje që ti thoje? Nuk e kam menduar. Në rregull. Mirë, do shikoni pak te kamera, ti do shikosh te kamera që ke përballë dhe do thuash nga unë, Liami, mirupafshim. Të njëjtën gjë do bësh edhe ti për duke parë te kamera tjetër. Është përballë, kamera jote është atje. Liami shiko atje. Dhe do thuash nga unë, Liami, mirupafshim. Nga unë Luisi, mirupafshim. Nga unë Liami, mirupafshim. Nga ne të tre, nga Liami, Luisi dhe unë Teacher Eva, mirupafshim.